Nëse ende nuk keni menduar se çfarë do të bëni për darkë, e janë përgatisim së bashku këtë japrak me lakrame të mrekullueshme. Për mbushje na duhet mish i grirë, erza sipas dëshirës, oriz i trazoj mirë me njëra tjetrën dhe lëm gati 10 minuta të pushojnë. Filloj bëj mbushje në fletës së lakrames në këtë mënyrë që ju tregoj në video dhe i shtrojmë në tenxhere, ku më parë kemi hapur disa fletë lakrameje, për më shumë shije vendosim disa feta limoni, vaj ulliri, vendosim sipër dhe një pjatë që në mënyrë që gjatë zgjedhjes mos të dalë mbushja, e mbulojmë me ujë, gati 500-600 ml ujë dhe zgjejmë në zjarr mesatar në të ulët për gati 1 orë e gjysmë. Për më shumë shije, unë kam përgatitur dhe një krem me bazë mielli dhe vaj ulliri, e kam shkrirë me lëngun e perimeve, i kam hedhur lëkur limoni dhe lëngun e limoni dhe si që shikoni rezultati është thjesht një mrekulli. Jam e sigurt që do ju pëlqejë dhe u ta ndani dhe me miqtë tuaj. Ju bëftë mirë!